Hej, përshëndetje nga unë Margarita. Sot dua të jem shumë e sinqert me të gjitha ju gra që doni të nisni një biznes online, por gjatë gjithë kohës dyshoheni dhe jeni skeptike për ta hedhur hapin. Edhe unë kam qenë në vendin tuaj, kur mendova të hidhja hapin e parë për të filluar biznesin online. Kisha shumë dyshime, isha shumë skeptike, pyesja veten çdo ditë, a doja dal, ta bëj po mos ta bëj, jam e zonja për këtë punë, po sikur të dështoj. Nuk i kisha të gjitha përgjigjet. Nuk kisha as siguri, nuk kisha as guxim, por dija vetëm një gjë. Nëse nuk do ta provoja, do më brente për brenda ndërgjegja, do thosha po sikur ta kisha bërë. Dhe këto nuk dua asnjëherë ta lejoj tek vetja ime. Dhe kur u njoha me gratë e tjera të biznesit, partnerët e mia, edhe ato kishin pasur të njëjtin pasiguri, nuk isha e vetme. Por ajo që na bëri të ecnim, nuk ishte se ne kishim talent apo njohuri në këtë fushë. Jo. As talent kishim, as njohuri teknologjike nuk kishim, por ishte ai vendimi që ne morëm për të filluar, duke mos e lejuar frikën të na pengonte. Unë nuk fillova sepse isha e sigurt. Isha e sigurt të doja dilja, jo. Fillova sepse vendosa t'i jap vetes time një shans. Dhe sot po flas për këtë, sepse e di që ka gra që ndihen njësoj si unë atëherë. Nëse je njëra prej këtyre, dua të dish që edhe ti mundesh ta bësh. Nëse dëshiron mbështetje dhe drejtim, më kontakto dhe unë do të mbështes në çdo pasiguri tënde, hap pas hapi. Më shkruaj një mesazh. Hapi i parë është gjithmonë shumë i rëndësishëm. Ju mirëpres. Mirupafshim nga unë Margarita.